Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Qeveria shqiptare dhe gjermane kanë ratifikuar projektin Vjosa e Gjelbër me një financim prej 3 milion euro. Nisma synon mbrojtjen e parkut kombëtar të Vjosës, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe krijimin e vendeve të reja të punës për komunitetet lokale gjatë periudhës 2026-2029. Një çift turistësh gjerman po udhëton me rulot në jug të Shqipërisë duke zgjedhur Gjirokastrën për qetësinë, natyrën dhe mikpritjen. Ata thonë se kampingu, ecjet në natyrë dhe jeta rurale u ofrojnë një eksperiencë autentike larg qyteteve, ndërsa Shqipërinë e shohin si një destinacion ideal për turizëm natyror. Në Këlqyr, artizania Liliana Allamani po mban gjallë traditën përmes punimeve të saj me dorë, duke i ndërthurur me elemente moderne. E rritur me këtë zanat në familje, ajo thotë se pasioni trashëguar e ka shoqëruar gjithë jetën. Në punishten e saj, punimet vlerësohen si nga vendasit, ashtu edhe nga turistët e huaj për origjinalitetin dhe mjeshtërinë e veçantë. Në banesën e gjeniu të letrave shqiptare Ismail Kadare në Gjirokastër u promovua libri i parë i autores Rezarta Gagani, Aty ku nuk më njeh. Në këtë aktivitet kulturor, shkrimtar dhe të pranishëm vlerësuan poezinë e saj si të ndjeshme dhe të thellë, duke e cilësuar si një zë të ri në letrat shqipe dhe një reflektim artistik mbi ndjenjat dhe përjetimet njerëzore. Ju njohim tani më gjerësisht. Qeveria shqiptare dhe ajo gjermane kanë ratifikuar projektin Vjosa e Gjelbër me një financim prej 3 milion euro. Nisma synon mbrojtjen e parkut kombëtar të Vjosës, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe krijimin e vendeve të reja të punës për komunitetet lokale gjatë periudhës 2026-2029. Këshilli i Ministrave ka votuar në fletoren zyrtare ratifikimin e marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe asaj gjermane për zbatimin e projektit Vjosa e Gjelbër, zhvillim rajonal i Gjelbër dhe gjithëpërfshirës në zonën e ujëmbledhësit të parkut kombëtar të Vjosës. Për realizimin e kësaj nisme, qeveria gjermane do të financojë projektin me 3 milion euro. Synimi kryesor është mbrojtja e natyrës, zhvillimi ekonomik i zonës dhe përfshirja e komuniteteve lokale përmes turizmit të qëndrueshëm dhe aktiviteteve të lidhura me ekonominë e Gjelbër. Ky projekt konsiderohet një nga nismat më të rëndësishme për ruajtjen e ekosistemit të lumit Vjosa, i cili njihet si një nga lumenjtë e fundit e egër në Europë. Përmes kësaj marrëveshje synohet krijimi i një modeli zhvillimi që balancon mbrojtjen e mjedisit me zhvillimin ekonomik të zonave përreth. Projekti parashikon forcimin e kapaciteteve të bashkive përgjatë lumit Vjosa, mbështetjen e iniciativave lokale dhe krijimin e një modeli të integruar për menaxhimin e natyrës që mund të shërbejë edhe për zonat e tjera të vendit. Vjosa e Gjelbër mbështetet nga Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim dhe do të zbatohet nga GIZ Albania gjatë periudhës 2026-2029. Ndërhyrjet do të fokusohen në trajnimin e administratës së parkut, shkëmbimin e eksperiencave me modele europiane të menaxhimit të zonave të mbrojtura, nxitjen e bizneseve lokale dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bazuara në natyrë dhe traditën lokale. Një tjetër komponent i rëndësishëm është bashkëpunimi rajonal mes institucioneve, sektorit privat dhe shoqërisë civile për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm dhe menaxhim afatgjatë të burimeve natyrore. Gjithashtu, projekti pritet të krijojë vende të reja pune dhe më shumë të ardhura për banorët e zonës, duke nxitur njëkohësisht turizmin natyror dhe aktivitetet ekonomike miqësore me mjedisin. Ndërkohë, kjo nismë shihet edhe si një hap i rëndësishëm në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, veçanërisht në kuadër të kapitullit 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Gjirokastra po shfaqet gjithnjë më shumë si një destinacion që u ofron vizitorëve përvoja të plota turistike, duke ndërthurur historinë, kulturën dhe natyrën në një paket të vetme. Një nga aktivitetet që po tërheq vëmendje të veçantë është shëtitja dhe udhëtimi me kuaj në zonat përreth qytetit. Një eksperiencë që po kthehet në një mbres të veçantë për turistët vendas dhe të huaj. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, ndau një video ku thekson se hipizmi dhe kalorimi po pasurojnë ndjeshëm guidën turistike të qytetit, duke i ofruar vizitorëve një mënyrë ndryshe për të eksploruar peizazhet natyrore dhe për të njohur më nga afër jetën rurale. Sipas tij, këto aktivitete nuk janë vetëm argëtuese, por edhe një formë promovimi e vlerave të natyrës dhe traditës së zonës.
duke e bërë Gjirokastrën një destinacion më tërheqës dhe më gjithëpërfshirës. Përmes këtyre përvojave, turistët kanë mundësi të zbulojnë jo vetëm qytetin muze me trashëgiminë e tij të pasur kulturore, por edhe zonat rurale përreth, ku natyra, qetësia dhe autenticiteti krijojnë një eksperiencë të veçantë udhëtimi. Autoritetet lokale theksojnë se zhvillimi i turizmit rural dhe aktiviteteve si kalërimi ndihmon në zgjerimin e ofertës turistike të Gjirokastrës, duke sjellë më shumë vizitorë dhe duke rritur të ardhurat për komunitetin. Gjirokastra sot nuk është vetëm një destinacion historik, por një qytet që ofron gjithçka: kulturë, natyrë, aventurë dhe mikpritje, duke u kthyer në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit në jug të vendit. Një çift turistësh gjerman po udhëton me rulot në jug të Shqipërisë, duke zgjedhur Gjirokastrën për qetësinë, natyrën dhe mikpritjen. Ata thonë se kampingu, ecjet në natyrë dhe jeta rurale u ofrojnë një eksperiencë autentike larg qyteteve, ndërsa Shqipërinë e shohin si një destinacion ideal për turizëm natyror. Zonat rurale të Gjirokastrës po tërheqin gjithnjë më shumë turistë të huaj që kërkojnë qetësi, natyrë dhe eksperjenca autentike. Me një makinë rulot, çifti turistëve gjerman, John dhe Bandet, ka nisur një aventurë disaditore në jug të vendit, duke eksploruar traditat, mikpritjen dhe bukuritë natyrore që ofrojnë fshatrat e kësaj zone. Pas një qëndrimi nëpërmet, ata vendosën të ndaleshin edhe në Gjirokastër, aty ku thonë se gjetën qetësinë dhe eksperjencat që kërkonin. Kemi një javë që po udhëtojmë me makinën tonë. Fillimisht ishim në përmet dhe më pas vendosëm të vizitojmë edhe Gjirokastrën. Mundohemi të gjejmë vende që ofrojnë qetësi. Kaluam natën në kamping, pam vende shumë të bukura. Provuam ushqime të ndryshme dhe njerëzit na pritën me shumë mikpritje. Ecja në natyrë, ngritja çadrave mes gjelbërimit dhe kontakti drejt për drejt me jetën reale, janë ato çfarë po kërkojmë, thot Bandet. Është një vend shumë i bukur, me njerëz mikpritës. Është eksperiencë fantastike. Kemi përshkruar malet në këmbë, kemi ngritur çadrat dhe gjithçka ka qenë shumë e këndshme. Teksa turizmi natyror dhe ai i aventurës po njohin rritje nga viti në vit, zonat rurale të Gjirokastrës po tërheqin vizitorë të shumë të huaj, të cilët kërkojnë të zbulojnë autenticitetin, traditat dhe mikpritjen karakteristike të zonës. Rritja e numrit të turistëve që prej muajit të mars po ndikon drejt për drejt në ekonominë lokale, veçanërisht në Gjirokastër, e cila po shënon një fluks të lartë të vizitorësh. Turistët po sjellin më shumë të ardhura për bizneset dhe komunitetin, ndërsa pavarësisht rritjes së çmimeve, interesi për destinacionet kulturore shqiptare vijon të rritet. Që prej muajit mars është vënë re një rritje e ndjeshme e numrit të turistëve në vend, tendencë që është reflektuar qartë edhe në qytetin e Gjirokastrës. Ky qytet historik po shënon një fluks gjithnjë më të madh vizitorësh si vendas ashtu edhe të huaj, duke u renditur tashmë në një ndër destinacionet më të vizituara në Shqipëri. Sipas ekspertëve të ekonomisë, rritja e numrit të turistëve sjell edhe rritje të të ardhurave, si për individët që operojnë në këtë sektor, ashtu edhe për buxhetin e shtetit. Në muajin mars kemi një rritje të turizmit, gjë që e shikojmë edhe në qytetin e Gjirokastrës, pra kemi një rritje të numrit të turistëve. Rritja e numrit të turistëve përkthehet në të ardhura si për individin, ashtu dhe për buxhetin e shtetit, nëse kemi të bëjmë me një turizëm formal. Gjirokastra tani më ka hyrë në listën e qyteteve më të vizitueshme të Shqipërisë, qoftë nga vizitorët vendas, ashtu dhe nga ata të huaj. Pra, numri i turistëve do të vazhdojë të rritet dhe nga momenti që kemi turist, kemi dhe të ardhura. Pra, pavarësisht të rritjes së çmimeve, përsëri turizmi do të vazhdojë të sigurojë të ardhurat konsiderueshme për ekonominë shqiptare në tërësi dhe për ekonominë e rajonit të Gjirokastrës në veçantë. Pavarësisht të rritjes së përgjithshme të çmimeve, kjo nuk po shihet si një faktor që ndikon ndjeshëm në uljen e numrit të turistëve, pasi sipas specialistëve, rritja e çmimeve është një trend global dhe jo specifik vetëm për Shqipërinë. Për momentin nuk është se ka ndikim rritja e çmimeve, sepse kjo është një rritje e përballshme. Nuk është se janë rritur çmimet vetëm për Shqipërinë dhe turistët të stepen dhe mos të vinë në Shqipëri. Individët vazhdojnë të bëjnë jetën e tyre, duan të dalin, duan të shikojnë vende turistike dhe si e tillë edhe në Shqipëri do të vazhdojnë të vinë turistë, duke sjellë përsëri të ardhura.
Turistët vijojnë të udhëtojnë dhe të vizitojnë destinacione kulturore, duke siguruar kështu të ardhura të rëndësishme për ekonominë shqiptare dhe veçanërisht për zonën e Gjirokastrës. Bashkia e Sarandës po promovon jo vetëm qytetin, por edhe zonat rurale dhe agroturizmin në të gjithë rajonin, në bashkëpunim me Bashkitë Finiq, Konispol dhe Delvin. Qëllimi është zgjerimi hartës turistike dhe rritja e kohës së qëndrimit të vizitorëve në zonë. Interesi i turistëve të huaj për këto destinacione është në rritje, ndërsa edhe banorët të vendas po investojnë gjithnjë më shumë në agroturizëm. Përveç promovimit të qytetit të Sarandës si një nga destinacionet kryesore turistike në jug të vendit, bashkia ka ndërmarrë edhe një sër nismash për të promovuar zonat rurale dhe zhvillimin e agroturizmit. Këto iniciativa synojnë të nxjerrin në pa potencialin që ofrojnë fshatrat dhe zonat periferike, duke i kthyer ato në pjesë të rëndësishme të ofertës turistike të rajonit. Ne kemi bërë edhe një theksim të rolit të agroturizmit edhe të promovimit të fshatrave që ne kemi përreth, të zonës të Finiqit, të zonës të Delvinës, e cila është një zonë e pasur kulturore, të zonës së Konispolit, në mënyrë që njerëzit gjatë periudhës që do të jenë në bashkinë tonë të kenë mundësinë që të shijojnë edhe destinacione të tjera, domethënë jo vetëm detin, por edhe destinacione të tjera kulturore, natyrën, dhe jemi me fat edhe për arsye të pozicionit gjeografike dhe të afërsisë që ne ofrojmë mundësi të tilla vizite dhe kjo bën edhe rritjen e qëndrimit të vizitorëve në qytet. Në këtë kuadër vije të re një interes gjithnjë më i madh nga turistët e huaj për zonat rurale dhe agroturizmin, të cilat po kthehen në zgjidhje të preferuara për vizitorët që kërkojnë eksperjenca më autentike. Ndërkohë edhe banorët e zonës kanë investuar në këtë sektor, duke hapur struktura agroturistike dhe duke kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal. Pa tjetër, ka një interes, sepse sikurse ju thash gjatë qëndrimit të disa ditor, destinacioni nuk ofron vetëm plazhin, por ofron edhe bukurinë natyrore të maleve. Syri Kaltër është një destinacion i shumë preferuar dhe i shumë frekuentuar. Për edhe zonës së tij janë zhvilluar disa agroturizma, gjithashtu edhe në zona të tjera rurale afër qytetit, infrastruktura e lejon, rrugët janë të mira për t'i vizituar, kështu që vetëm një gjë që kam më tepër nevojë është edhe promovimi i më tepër i këtyre zonave, edhe përfshirja e tyre në guidat turistike, që nuk bëhet vetëm nga bashkia, por duhet të bëhet edhe nga sektori privat edhe nga tur operatorët. Në këtë mënyrë, promovimi i zonave rurale dhe zhvillimi i agroturizmit po kthehet në një shtyllë të rëndësishme të turizmit në jug të vendit, duke sjellë më shumë vizitor, investime dhe mundësi për komunitetet lokale. Bashkëpunimi mes bashkisë dhe përfshirja e banorëve po e forcojnë më tej këtë trend në rritje. Në Këlqyr, artizania Liliana Alamani po mban gjallë traditën përmes punimeve të saj me dorë, duke i ndërthurur me elemente modern. E rritur me këtë zanat në familje, ajo thotë se pasioni i trashëguar e ka shoqëruar gjithë jetën. Në punishten e saj, punimet vlerësohen si nga vendasit, ashtu edhe nga turistët e huaj për originalitetin dhe mjeshtërinë e veçantë. Në Këlqyr, Liliana Alamani është një nga ato artizane që arrin të ndërthurë me finesë traditën me modernën përmes punimeve të saj me dorë. E lidhur me këtë zanat që në fëmijëri, ajo tregon se pasionin për punën e dorës e ka trashëguar nga nëna dhe ka zhvilluar gjatë viteve, duke kthyer një pjesë të pandarë të jetës së saj. Fillesën time unë e kam marrë në nëna ime. Duke parë që ajo punonte shumë bukur punët me shtiza dhe me grep, unë si fëmijë i përkëdhelur, të themi, i rria shumë pas dhe kisha shumë dëshirë që t'i mësoja këto punime. Dhe kjo ishte dëshira ime më e madhe. Në moshën 18 vjeç jam fejuar dhe të gjitha vajzat e reja në atë kohë kërkonin diçka bizhu ose këto, unë t'i mësoj që i kam kërkuar makinën qepse dhe të gjitha këto aksesor që unë sot po i punoj. Jo të gjitha e njohin punën e dorës dhe e punojnë punën e dorës, janë shumë pak, po është kënaqësi e veçantë. Unë do flas për veten time që kënaqësia më e madhe kur unë pasi mbaroj punët dhe ulem, pi kafen, e shoqëroj duke bërë qëndisjet e mia. Këto janë të shumëllojshme. Unë këtë çantë them drejtën e kam realizuar për 4 ditë. Mbas diteve, duke ndenjë mbas diteve, pija dhe kafe, beja dhe këtë çantë. Punimet e saj kërkojnë kohë dhe përkushtim dhe vlerësohen veçanërisht nga të huajt, të cilët admirojnë mjeshtërinë dhe originalitetin e tyre. Kanë interes shumë të lartë, sidomos të huajt. Shumë pak e njohin punën e dorës dhe cilësinë e punëve tona
vëndallinët, ose ne shqiptarët më sakt, janë të etur për të blerë gjërat e firmës, po jo punën e dorës. Shumica e njerëzve që kanë kërkuar, porosit që kam më të shumta janë punët që ishin në fillim me ruaza, janë akoma në vazhdim kërkesat, janë të shumë llojshme punimet, pastaj janë kërkesat e punës me grep, që bëhet vetëm thjesht punim grepi, pa as rjet, as diçka tjetër. Ky është i punuar thjesht punim me grep. Duke parë që dilin shumë bukur, thash pse jo, puna ime mos të marri pak më tutje, të vlerësohet diku më tutje, kush e vlerëson. Dhe duke nisur që bëra këto lloj punimesh, jam shumë e vlerësuar deri më sot për punimet e mia. Me përkushtim dhe dashuri për zanatin e saj, ajo vazhdon të mbajë gjallë një traditë të çmuar, duke kthyer artizanatin në një urë lidhëse mes së shkuarës dhe së tashmes. Në banesën e gjeniu të letrave shqipe, Ismail Kadare në Gjirokastër u promovua libri i parë i autores Rezarta Gagani, Aty ku nuk më njeh. Në këtë aktivitet kulturor, shkrimtar dhe të pranishëm, vlerësuan poezinë e saj si të ndjeshme dhe të thellë, duke e cilësuar si një zotëri në letrat shqipe dhe një reflektim artistik mbi ndjenjat dhe përjetimet njerëzore. Aty ku nuk më njeh, në këtë titull vajza gjirokastrite Rezarta Gagani sjell të lexuesi mbi 50 poezi. Ky vëllim poetik është stacioni i parë publik, një ballafaqim të vërteta që zakonisht sipas saj lihen jashtë tryezave ku mblidhemi me miqe familjar. Unë kam filluar të shkruaj që në moshë të vogël, por si çdo nismëtar edhe poezia ime ndjeja pak diletante në fillim. Pastaj me kalimin e viteve kam filluar të shkruaj në mënyrë më serioze dhe mendoj se poezitë e mia vijnë pak si një frymë e re për qytetin, kanë lidhje shumë me formësimin e qytetit, lidhjen e gurit me njeriu. Poezinë time unë e shikoj si një ishull, në të cilin ti duhet të notosh për të arritur. Në të kundërt njeriu mund të rritet tek bregu ku mendon se është i bindur se di gjithçka. Unë kështu e shikoj poezinë time, ajo flet për marrëdhëniet midis një bie dhe një babai, marrëdhëniet midis një të fejuar dhe një të fejuarit, të një të dashur me një të dashur, të marrëdhënieve të një mbese me një gjyshe, formësimin që ato na kanë dhënë dhe çdo gjë unë e lidh me qytetin. Për mua është një gërshetim shumë i bukur me të cilën nuk ne ndaj dot poezinë. Poezinë nuk e ndaj dot nga guri, nuk e ndaj dot nga kaldrëmi, nuk e ndaj dot nga gjyshet, nga gjithë historia e Gjirokastrës. Rritja është gjithmonë ajo në këtë qytet është ajo që na shënjon, që na ngelet si një nuk do thoja tamam si një hije, po si një formim brenda vetes tonë që nuk na largohet asnjëherë, kudo që t'jemi. Edhe aty ku jam shumë larg që vendi ku jetoj nuk ka lidhje fare me qytetin tim, me gurët, me kaldrëmet, që çdo gjë kaq e bukur dhe magjepse, por prapë ato të ngelen që nga fëmijëria. Janë të gjitha shenja që na ngelen që nga fëmijëria. Fal gjysheve, fal rrugëve, fal sokakëve, pastaj mos të harrojmë dhe fal Kadares ton. Libri përmbledh gati 51-52 poezi. Nuk janë poezi të shkurtra, nuk janë poezi të lehta, por janë poezi interesante. Janë poezi interesante që flasin për dhimbjen, flasin për nostalgjin, flasim për shumë gjëra që zakonisht ne kemi tendencën ti mohojmë ose ti fshejmë në për kafene, në për bisedat me miqt. Ne kemi gjithmonë atë tendencën të tregojmë sikur gjithçka shkon mirë. Në poezinë time asnjë gjë nuk shkon mirë. Gjërat shkojnë ashtu siç janë në të vërtetë. Unë jam bazuar shumë te saktësia e gurit, që e lidh me saktësinë e mendimit, me saktësinë e formimit dhe me saktësinë e poezisë time. Unë rrëfej të vërtetën time në poezi, dhe kjo është ajo që kam dashur të përcjell edhe në libër. Ky udhëtim i parë poetik e autores mblodhi në shtëpinë e Kadares miq, familjar, shkrimtare, kritik letrar që i uruan Rezartës mirëseardhjen në botën e letërsisë. Shkrimtari Odise Kote do ta vlerësonte si një poetesh të vërtetë që premton në të ardhmen duke u shprehur. Unë them me bindje që pas Musine Kokalarit dhe disa poeteshave të reja të tjera gjirokastrite, duke futur Vlasova Mustën, Katyusha Pogaçin, Vasilika Vasin, vjen një poete e vërtet në Gjirokastër. Letërsia dhe shkrimtaria është një punë shumë e rëndë, dhe poezia është luks, nuk është kështu, kaq e thjeshtë. Dhe po të them mirë se erdhe në botën e letërsisë. Por pash librin dhe më pëlqeu jashtëmase kopertina e saj, pastaj parathënia që unë nuk du ta quaj parathënia, po një ese ose një mini traktat poezie,
dhe poezia e fundit, duket sikur poezitë e këtij vëllimi kishin shpëtuar nga zjarri. Sikur po digjeshin diku dhe dikush kishte vajtur, i kishte shpëtuar dhe ato më të mirat kishin ngelur për të ardhur tek lexuesi. Dhe kjo nuk është kaq e thjeshtë. Kujtoni që dhe Kafka donte t'i diqte të gjitha krimet e tij. Edhe Juan Ruflos tek Rafshina në flak ka të njëjtin perceptim. Dhe ky është perceptimi i një njeriu me instinkt të fortë letrar. Nuk është thjesht perceptimi i një njeriu të zakonshëm, të një njeriu që ulet dhe bën një poezi për pemën, për të dashurin, për shtëpinë e kështu me radhë. Ka një kohë që e studion shumë edhe psikologjia e krimit, që quhet koha patologjike, kur vajzat, duke filluar nga mosha 13 vjeç te 20 e ca vjeç, bëjmë poezi vazhdimisht. Bëjmë poezi për një dashuri të humbur, bëjmë poezi për një zhgënjim e kështu me radhë. Te Krezi nuk kemi këtë, e ka kaluar fazën patologjike quhet kjo. Te Krezi kemi një poetesh të vërtet. Pjesë e promovimit të këtij libri u bë dhe shkrimtari Petro Çerkezi, ku opinioni i tij u përcoll përmes një letre të dërguar nga Kipro. Poezia e saj vjen brenda suazës krijuese dhe zhvillimeve të poezisë shqipe. Ajo dallohet se e shndërron kujtesën në detyrë morale dashurie, e trajton haresën jo si fenomen natyror, por si çarje ekzistenciale, i jep një zë përvoje të re poetike, i jetëmërisë pa vdekje. Kjo poezi dialogon me zëra potent të poezisë ballkanike dhe evropiane, duke ruajtur një bërtham të fortë ndjeshmërie shqiptare, ku familja dhe kujtesa nuk janë çështje private, por hapësira të sprovës morale kolektive. Për shkrimtarin Thanas Dino, poezia e Rezartës të vënë në mendime të thella. Formimi i stilit për mua është gjë më e vështirë. Rezi ka formuar shpejt nga një edukim letrar i mirë, me sa duket, dhe në një moshë të vogël, relativisht re dhe me pak krimtari. Poezia e saj është një poezi që rrjedh nga një stil i veçantë të menduari, intelektual, filozofik, kapriços, çapkëm dhe pak çapraz më njëherë, si thotë Gjirokastra. Kjo është një poezi e mendimit. Me një fjalë, është diçka hierën si prej Gjirokastre. Ky libër që kemi, libri i parë i saj, është një libër i vogël, por duket i madh gjatë leximit, më duket i gjatë. Pse, duket si prozë pra. Kjo sepse thot shumë. Je i detyruar disa herë të ndalesh gjatë leximit, të qëndrosh, të bësh stacione për të gjetur atë ç'ka thënë, por dhe ç'nuk ka thënë dhe s'ka thënë autori që ta zbulosh vetë atë. Kjo është një poezi që të vënë në mendime të thella. Mësuesja e letërsisë në gjimnazin Asim Zeneli, Desela Nuredini, e quan poetja pa Veladon, që ka arritur të thyej pjertësinë e Gjirokastrës. Është e vështirë në fakt të ngjitësh pjertësinë e Gjirokastrës, por këtë pjertësi duket se e ka thyer Rezarta me shkrimin e saj. Është përpjekur të ngjitet në pjertësinë e Gjirokastrës, të qytetit të saj të lindjes, të trokast në portat e heshtura, të bëj një autopsi të vetvetes në mënyrë të tillë që të tjerët ta njohin për atë që është. Ajo zbulohet pa Veladon. Duhet pranohet ashtu siç është, me momentet e saj të bukura, me momentet e trishtuara. Dhe njerëzit më në fund duhet ta pranojnë për gruan që ka zgjedhur të jetë. E gjithë poezia e saj është një poezi që kërkon një autopsi të thellë. Kërkon të godas jo shoqërinë njerëzore, po kërkon të nxjerrë në pa dhe të evidentoj problematikat që gjendet brenda personalitetit të çdo kujt, të mund të pranohet personaliteti i çdo kujt me të mirat dhe të metat. Thyen heshtjen, troket, diku bën zhurmë, diku heshtja vret. Kjo është Rezarta, e cila me këtë sprov me librin e saj përpiqet të ngjitet në letërsinë shqiptare. Gjatë kësaj mbrëmje u përcollën edhe poezi nga libri Aty ku nuk më njeh, ku çdo varg duket sikur mat peshën e asaj që nuk thuhet lehtë. Dhe këtu kemi mbritur në fund të ditarit informativ në RTSH Gjirokastra. Ndahemi bashkë me Ruta Kofshi.